Mbrëmjen e së dielës, rreth orës 22:30, një sasi e konsiderueshme tritoli ka shpërthyer në banesën e gazetares së Koha Jon, Zenepe Luka. Dëme të shumta materiale, mure të çara e suvaj rrëzuar në shesh. Dëmtime tek pjesëtarët e familjes Luka, të cilët gjatë natës kanë marrë ndihmën e shpejtë mjekësore. Shpërthimi ka qenë i fortë dhe vetëm mrekullia ka shpëtuar 4 pjesëtarët e ndodhur ato momente në shtëpi. Se çfarë ka ndodhur e tregon vetë gazetarja Zenepe Luka. Rreth 10:30, domethënë 23:30, unë isha duke parë televizor në dhomën e fëmijëve, djali ishte në gjumë, im shoq pante dark, ndërsa vajza ishte në televizorin tjetër në sallon. Ndjeva një tronditje shumë të madhe, më duk sikur shtëpia fundos në det, ndjeva që më mbuluan çantat. Natyrisht jam nën, kërkova për fëmijë. Dhe i pas të gjithë mjekosur, panik, u të merrova. Policia ka arritur menjëherë në vendngjarje duke bërë të mundur transportimin për në spital të 2 fëmijëve të gazetares Luka. Grupi special hetimor është ngritur me shpejtësi duke punuar gjatë gjithë natës dhe ditës së sotme për të hedhur dritë mbi ngjarjen dhe autorët e saj. Vetë drejtori i policisë, Rebani Memushi, është vendosur në krye të operacionit të punës së këtij grupi hetimor. Gjithashtu, në bashkëpunim me prokurorin, po punohet intensivisht për hetimin e provave materiale dhe të kthyrjes së vendit ku është vendosur eksploziv.